Fituesi i madh i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, gjesti dhe reagimin e tij të parë menjëherë pas finales emocionuese. Ai u ndal te rrugëtimi i tij, që nisi me një eliminim në Big Brother VIP Kosova dhe përfundoi me triumfin në Shqipëri. Gjesti kujtoi momentet e para kur u ftua në VIP Albania, kur dola nga Kosova, e dija që se kisha mbyllur rrugën. E ndjeja që më ishte bërë një padrejtësi. Kur më thirrën për VIP Albania, nuk e besoja. Thosha, duan të bëjnë hajgare. Por kur u hapën dyert e Top Channelit, e kuptova që kisha një mundësi të madhe dhe vendosa ta fitoj. Loje fort dhe pa mëshirë në reflektim mbi sjelljen dhe strategjinë e tij në shtëpi. Ai u shpreh pa filtra, përderisa jam fitues, do me thënë që kam luajtur fort. Qëllimi im ishte t'i nxjerr të gjithë jashtë, një nga një. S'kam pasur mëshirë, sepse as ata s'kan pasur për mua. Falenderime dhe mesazh për publikun, e falenderoj më së pari veten që kam duruar shumë. Kam përballuar edhe prekje fizike, vetëm që të arrija te kjo fitore. Faleminderit publikut, familjes, Zotit dhe të gjithë shqiptarëve që më votuan anemban botës. Ndoshta s'kam qenë shembull, por nëse ju kam bërë të lumtur, atëherë faleminderit nga zemra. Gjesti premton që rruga e tij sapo ka nisur, do të ketë shumë muzikë. Nuk do të ndalem. Shpresoj të kem shëndet dhe energji. Që të vazhdojë t'ju jap edhe më shumë. Lidhur me raportin me Eglin, ai u tregua i sinqert. Unë i kam treguar Eglit edhe brenda që nuk kam diçka më shumë me të, nuk e shoh. Por unë do të vazhdoj jashtë dhe të shohim ku po shkon. Ndoshta rrugës mund të shohim diçka më shumë. Se nuk gënjej dhe nuk i premtoj askujt, kështu që jam i njëjti, edhe jashtë ja them ato gjëra si brenda. Gjesti e nisi këtë rrugëtim si një konkurrent i fortë dhe e përmbylli si fitues, duke treguar veten si një figurë me vendosmëri, energji dhe vullnet për të arritur qëllimet e tij.